Është një fakt që profeti alayhis salatu wassalam ka thënë që ai I cili e pin alkoolin në këtë botë nuk do ta pinë botën tjetër. Ata cilët e pinë alkoolin me të vërtet bëjnë një kundërvajtje të madhe fetare, sepse pirja e alkoolit është prej krimeve, për arsye që e cënon mendjen. E feja ka ardhur me rujt 5 gjëra: me rujt besimin, jetën, logjikën, derën dhe pasurinë. Pse vallë me humb logjikën kur Zoti ta ka dhënë këta? Me çfarë drejte o ti njeri ja prish vetës mendjen? Me çfarë drejte? Ai I cili e pin alkoolin, botën tjetër nuk do ta pi alkoolin, sepse ne besojmë që është njëri prej shpërblimeve më të mëdha në xhenet, pirja e verës. Janë 4 lumej në xhenet: lumi I ujit I cili nuk prishet, lumi I qumshtit, lumi I verës I cila nuk të dejë dhe nuk ta humb mendjen, dhe lumi I mjaltës së pastruar. Njëri prej 4 lumejve o robi Allahut po të ndalohet nëse ti e pin alkoolin. Pse po e privon veten nga alkooli në xhenet? Pikë parë, nëse pin alkool je ka rrezik mos me shku në xhenet. Edhe pse mundet, është mundësia që me shku njëri në xhenet nëse pin alkool, sepse nuk është e pamundur me shku në xhenet nëse pin alkool, përse është rrezik. Ai I cili pin alkool mundet alkooli që ta fut në mëkate tjera dhe pastaj atë mëkate ta çojnë në zjarrin e xhenemit. Mirë po, ka raste të cilët edhe pse ka pi alkool shkon në xhenet, sepse alkooli nuk nxjerr pe feje. E nëse dikush pin alkool, ai prapë është musliman, gjunaqar. Po nëse hin xhenet, ai nuk do të pin prej njën prej lumejve të xhenetit, që lumi I verës, që është vetëm për ata cilët për hir të Allahut e kanë nal veten prej këtij vesit lig, nuk kanë pi dese. Dhe për shkak këtij lloj agjerimi dhe këtij frenimi, ata shpërblehen në botën tjetër duke pi prej lumit të verës. Për këtë arsye, o robi Allahut, kënaqësia e verës këtë botë është shumë e shkurt, e përzim me deje, përzim me kokdhëmbje, përzim me shumë fatkeqësi ndryshme, të cilat besoj që shumë prej jush I keni parasysh. Shumë fatkeqësi dhe shumë bela I ka rakia. Pse me pi alkoolin? Kur është burimi I gjatë kësijave, njeriu I mençur e lën ata. Njeriu I mençur nuk e pin alkoolin. Qoftë në sasi të vogla, se sasia e vogël çon te sasia e madhe. Prandaj largoni u këtij vesit lig. Allahu I mëshiroj.